Në një intervistë me investitorë të rinj në fushën e turizmit, Edi Rama tregon përse besoi tek modelet e reja se mund të sillnin risi dhe mund të ndryshonin vendin. Kryeministri e shoqëroi me një histori nga fëmijëria e tij për të treguar se asnjëherë nuk e ka humbur besimin. Rama tregon një të thënë nga gjyshja e tij, e cila i jepte atij për të mësuar se nëse në jetë nuk e bër asnjëherë për të tjerët, vendi yt nuk është në parajs por në ferr. E para, arsyeja që jam në këtë punë jam sepse besoj, jam i informuar që kur kam qenë i vogël që vdekja nuk është, thash e them, është diçka që do të vijë. Më ka rritur një gjyshe që thoshte, do të takosh shumë njerëz në jetë, por takimi i fundit është më i rëndësishëm. Në fund do të takosh një plak me flokë të bardha, të gjatë, me mjekër të bardhë, të gjatë që është shëmpjetri. Ai ka çelësat ku do të shkosh ti, do shkosh në ferr apo në parajs. Edhe ferri dhe parajsa ka katet e veta, ka 9 kate, ferri në tokë, parajsa mbi tokë. Do të ulesh përballë atij dhe do të thotë: më thuaj, kush je, çfarë ke bërë? Do i thuash mësova mësimet, mora nota, mbarova shkollën, u bëra artist, bëra vepra, u martova, bëra fëmijë. Çfarë do ti tani? Do të thotë, ti pas ke bërë të gjitha për vete dhe këtu ndahet kjo punë. Parajsa, po, nëse ke bërë vetëm për vete, atëherë do të shkosh në ferr. Ajo që unë besoj është që ti lë përmes të tjerëve pjesët e tua, lë përmes të tjerëve një pjesë tënde në më fëmijët, me dashurinë që jep, me solidaritetin dhe një pjesë tjetër me gjërat që mbeten. Gjëja ka qenë shtyse fort për mua në këtë punë, ka qenë edhe një ndjenjë hakmarrjeje reale e brendshme që si ka mundësi që nuk pas kemi ne mundësinë të jemi të barabartë. Sot njerëzit i bëjnë krahasimet me Gjermaninë e me Francën. E kemi të bukur atë shprehjen, mos më pyet si ke qenë, më thuaj si je. Unë ndjej gjithmonë atë këshillën e Nën Terezës, në vend që të rish duke mallkuar errësirën, ndiz një qiri, tha Rama.